Data 28 maj. Ligji për të rirë. Kapitulli i parë. Këto janë fjalët që Mojsiu i drejtoi Izraelit matan Jordanit, në shkretetir në Arabah, përballë Sufit, midis Paranit, Tofelit, Labanit, Hatserothit dhe Zahabit. Kanë 11 ditë rrugë nga mali Horeb, duke ndjekur rrugën e malit Seir deri në Kadesh Barnea. Në vitin e 40, në muajin e 11, ditën e parë të muajit, Mojsiu foli bijve të Izraelit sipas porosive që i kishte dhënë Zoti pas mundjes së Sihonit, mbretit të Amorejve që banonte në Heshbon, dhe të Ogut, mbretit të Bashanit, që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej. Matan Jordanit në vendin e Moabit, Mojsiu filloi ta shpjegoi këtë ligj duke thënë: Zoti Perëndia ynë na foli në Horeb dhe na tha: Ju keni ndenjur mjaft afër këtij mali. Çoni çadrat, vihuni në lëvizje dhe shkoni në drejtim të krahinës malore të Amorejve dhe në drejtim të gjitha vendeve të afërta me Arabahun, në krahinën malore dhe në ultësirën në Negev e në bregun e detit në vendin e Kanaanejve dhe në Liban, deri në lumin e madh, në lumin e Eufratit. Ja, unë e vura vendin para jush. Hyni dhe shtjerini në dorë vendin që Zoti ishte betuar t'ua jepte etërve tuaj, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, atyre dhe pasardhësve të tyre pas tyre. Në atë kohë, unë ju fola dhe ju thash: Unë nuk mund ta mbaj vetëm barrën që përfaqësoni ju të tërë. Zoti Perëndia juaj ju ka shumuar dhe ja, sot jeni në numër të madh si yjet e qiellit. Zoti Perëndia i etërve tuaj ju bëft 1000 herë më të shumt dhe ju bekoft ashtu si ju ka premtuar. Por si mundem unë, duke qenë vetëm, të mbaj barrën tuaj, peshën tuaj dhe grindjet tuaja? Zgjidhni nga fiset tuaja burra të urtë me gjykim e me përvojë dhe unë do t'i bëj prijes tuaj. Dhe ju më përgjigje duke thënë: Ajo që ti propozon të bësh është e mirë. Atëherë mora prijesit e fiseve tuaj, njerëzit të urtë dhe me përvojë, dhe i caktova si prijes tuaj, prijes të mirave, të qindrave, të 50-ve, të 10-rave dhe oficer të fiseve tuaja. Në atë kohë u dhash këtë urdhër gjykatësve tuaj duke u thënë: Dëgjoni dhe gjykoni me drejtësi grindjet midis vëllezërve tuaj, midis një njeriu dhe të vëllait ose të huajt që ndodhet pranë tij. Në gjykimet tuaja nuk do të keni konsiderata personale. Do të dëgjoni si të madhin ashtu edhe të voglin. Nuk do të keni frikë nga asnjëri, sepse gjykimi i përket Perëndisë. Çështjen që është shumë e vështirë për ju do të ma paraqisni mua dhe unë do ta dëgjoj. Në atë kohë unë ju urdhërova të gjitha gjërat që duhet të bënit. Pastaj u nisëm nga mali i Horebit dhe përshkuam gjitha të shkretetirë të madhe dhe të tmerrshme që keni parë, duke u drejtuar nga krahina malore e Amorejve, ashtu si na kishte urdhëruar Zoti Perëndia ynë, dhe arritëm në Kadesh Barnea. Atëherë ju thash: Keni arritur në krahinën malore të Amorejve që Zoti Perëndia ynë na jep. Ja, Zoti Perëndia ynë e ka vënë vendin para teje. Ngjitu dhe shtjere në dorë, ashtu si të ka thënë Zoti Perëndia i etërve të tu. Mos ki frikë dhe mos u ligështo. Atëherë ju, të gjithë ju, u afruat pranë meje dhe më thatë: Të dërgojmë disa njerëz para nesh që të vëzhgojnë vendin për ne dhe të na tregojnë rrugën nëpër të cilën ne duhet të ngjitemi dhe qytetet në të cilat duhet të hyjmë. Ky propozim më pëlqeu. Kështu mora 12 njerëz nga radhët tuaja, një për çdo fis. Dhe ata u nisën, u ngjitën drejt maleve, arritën në luginën e eshkolit dhe vëzhguan vendin. Morën me vete disa fruta të vendit, na i sollën dhe na paraqitën në raportin e tyre, duke thënë: Vendi që po na jep Zoti Perëndia ynë është i mirë. Por ju nuk deshet të ngjiteni dhe ngritet krye kundër urdhrit të Zotit Perëndisë tuaj, dhe murmuritet në çadrat tuaja duke thënë: Zoti na urren, për këtë arsye na nxori nga vendi i Egjiptit për të na dorëzuar në duart e Amorejve dhe për të na shkatërruar. Ku mund të shkojmë? Vëllezërit tanë na pezmatuan zemrën duke na thënë: Është një popull më i madh dhe më shtatlart se ne. Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Pa madje edhe bijtë e Anakimit. Atëherë unë ju thash: Mos u tremni dhe mos kini frikë nga ata. Zoti Perëndia juaj që shkon para jush, do të luftojë ai vetë për ju, ashtu si ka bërë para syve tuaj në Egjipt. Dhe në shkretetir, ku ke parë se si Zoti Perëndia yt të ka shpënë ashtu si një njeri çon fëmijën e tij gjatë gjithë rrugës që keni përshkruar derisa arritet në këtë vend. Megjithatë, ju nuk patët besim tek Zoti Perëndia juaj, që shkonte në rrugë para jush për t'ju gjetur një vend ku të ngrinit çadrat
me zjarin e natës dhe me renë e ditës për t'ju treguar cilën rrugë duhet të ndiqnit. Kështu Zoti dëgjoi fjalët tuaja, u zemërua dhe u betua duke thënë: Me siguri, asnjë nga njerëzit e këtij brezi të keq nuk do ta shohë vendin e mirë që jam betuar t'u jap etërve tuaj, me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufehut. Ai do ta shohë, atij dhe bijve të tij do t'u jap tokën që ai ka shkelur, sepse i ka shkuar pas Zotit plotësisht. Edhe kundër meje Zoti u zemrua për fajin tuaj dhe tha: As ti nuk ke për të hyrë, por Jozueu, biri i Nunit që qëndron para teje ka për të hyrë, por forcoje se ai do ta bëjë Izraelin ta zotërojë vendin. Fëmijët tuaj që ju thatë se do të bëhen prej armiqve që sot nuk njohin as të mirën as të keqen, janë ata që do të hyjnë. Do t'u jap atyre vendin dhe ata do ta zotërojnë. Ju kthehuni prapa dhe shkoni nga shkretet e tjera në drejtim të detit të Kush. Atëherë ju përgjigjet duke më thënë: Kemi mëkatuar kundër Zotit. Ne do të ngjitemi dhe do të luftojmë pikërisht ashtu si ka thënë Zoti, Perëndia ynë. Dhe secili prej jush ngjeshi armët dhe filloi me guxim të ngjitet në drejtim të krahinës malore. Dhe Zoti më tha: U thuaj atyre mos u ngjitni dhe mos luftoni, sepse unë nuk jam midis jush dhe ju do të mundeni nga armiqtë tuaj. Unë ju a thash, por ju nuk më dëgjuat. Matje ngritet krye kundër urdhrit të Zotit, u sollet me mendje madhësi dhe u ngjitet drejt krahinës malore. Atëherë amorejt që banojnë në këtë krahinë malore, dolën kundër jush, ju ndoqën si bëjnë bletët dhe ju prapsën nga Seiri deri në Hormah. Pastaj ju u kthyet dhe fillua të qani përpara Zotit, por Zoti nuk mori parasysh ankimet tuaja dhe nuk ju dëgjoi. Kështu mbetet shumë ditë në Kadesh, gjithë kohën që qëndruat atje. Psalmi 81. I këndoni me gëzim Perëndis, forcës sonë. Lëshoni brit me gëzimi për Perëndinë e Jakobit. Lartoni një këngë dhe i bini dajres, harpës melodioze bashkë me lirën. I bini boriz ditën e hënës së re, ditën e hënës së plot, ditën e festës sonë. Sepse ky është një statut për Izraelin, një ligj i Perëndisë së Jakobit. Ai e caktoi si një dëshmi te Jozefi kur doli kundër vendit të Egjiptit. Atëherë unë dëgjova një gjuhë që nuk e kuptoja. O Izrael, unë e hoqa barrën nga shpatullat e tua. Duart e tua e kanë lënë shportën. Kur ishe keq, ti më klithe mua dhe unë të çlirova. Tu përgjigja i fshehur në bubullim, të vura në provë në ujrat e Meribas. Dëgjo populli im dhe unë do të shërtoj. O Izrael, sikur ti të më dëgjoje. Mos pas në mesin tënd asnjë perëndi të huaj dhe mos adhuro asnjë perëndi të huaj. Unë jam Zoti, Perëndia yt, që të nxori nga vendi i Egjiptit. Hap gojën tënde dhe unë do të ta mbush. Por populli im nuk e ka dëgjuar zërin tim dhe Izraeli nuk më është bindur. Prandaj i braktisa në ashpërsinë e zemrës së tyre me qëllim që të ecnin sipas bindjeve të tyre. Ah, sikur populli im të më dëgjonte, sikur Izraeli të ecte në rrugët e mia. Do të poshtëroja më një herë armiqtë e tij dhe do ta ktheja dorën time kundër kundërshtarëve të tij. Ata që urrejnë Zotin do t'i nënshtroheshin dhe fati i tyre do të caktohej për jetë. Dhe unë do ta ushqeja Izraelin me grurin më të mirë dhe do ta ngopja me mjaltin që pikon nga shkëmbi. Psalmi 82. Perëndia arrin në kuvendin e Perëndis, ai gjykon në mes të perëndive. Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabezëve. Mbroni të dobtin dhe jetimin, sigurojeni drejtësi të vuajturit dhe të varfrit, çlironi të mirin dhe nevojtarin, shpëtojeni nga dora e të pabesit. Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë dhe ecin në terr, të gjitha themelet e tokës po luajnë. Unë kam thënë, ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë shumë të lartit. Megjithatë, ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër. Qohu o Perëndi, gjyko tokën sepse ti do të trashëgosh tërë kombet. Isaia, kapitulli 29. Mirë Arieli, Arieli, qyteti ku fushoi Davidi. I shtoni vit vitit, festat le të plotësojnë ciklin e tyre. Pastaj do ta hedh Arieli në ankth, do të ketë ankim dhe rënkime dhe për mua do të jetë si një Ariel. Unë do të fushoj kundër teje rreth e qark, do të rrethoj me një ledh dhe do të ngrej bastione kundër teje. Do të ulesh, do të flasësh nga toka dhe fjala jote do të dalë mbytur nga pluhuri. Zëri yt do të ngjitet nga toka si ai një mediumi dhe fjala jote
do të përshpërit nga pluhuri. Turma e armiqve të tu do të jetë si pluhuri holl dhe turma e të fuqishmeve si byk i shpërndar. Dhe kjo ka për të ndodhur papritmas në një çast. Ti do të vizitohesh nga Zoti i ushtrive me gjëmime, tërmete dhe zhurma të mëdha, me shakullima dhe flak zjarri përvelues. Moria e të gjitha kombeve që luftojnë kundër Arielit, e të gjitha atyre që e luftojnë atë dhe fortesën e tij dhe e shtrëngojnë rreth e qark, do të jetë si një ëndër, si një vegim nate. Ka për të ndodhur ashtu si kur një i uritur që ëndëron të haj, por kur zgjohet e ka stomakun bosh, apo si kur një i jetur ëndëron të pi, por kur zgjohet është i lodhur dhe e ka grykën të tharë. Kështu ka për të ndodhur me morinë të gjitha kombeve që luftojnë kundër malit Sionit. Ndaluni dhe habituni, braktisjuni qefeve dhe pastaj shikoni rreth rrotull të trembur. Këto janë të dehur, por jo nga vera, u merren këmbët, por jo prej pijeve dese. Në fakt Zoti ka shpërndar mbi ju një frymë topitjeje. Ka mbyllur sytë tuaj, profetët, ka mbuluar me vel krerët tuaj, shikuesit. Çdo vegim profetik është bërë për ju si fjalët e një libri të vulosur që jepet dikujt që ditë lexoj, duke i thënë: "Të lutem, lexoje këtë", por ai përgjigjet: "Nuk mundem, sepse është i vulosur." Ose si një libër që jepet dikujt që nuk di të lexoj, duke i thënë: "Të lutem, lexoje këtë", por ai përgjigjet: "Nuk di të lexoj." Prandaj Zoti thotë: "Meqense ky popull më afrohet mua vetëm me gojen dhe më nderon me buzët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit, prandaj ja, unë do të vazhdoj të bëj mrekulli në mes të këtij populli, po, mrekulli dhe çudi. Dituria e njerëzve të tij të urtë do të shuhet dhe zgjuarësia e të mençurve të tij do të zhduket. Mirë ata që shkojnë në vende të thella për t'ia fshehur Zotit planet e tyre, që i bëjnë veprat e tyre në terr dhe thon: "Kush na sheh, kush na njeh?" I keni përmbysur plotësisht gjërat. A mund të konsiderohet poçari i barabartë me argjilën? A mundet vepra ti thot atij që e ka bërë nuk më ka bërë ai, ose gjëja e formuar ti thot atij që e ka formuar nuk ka zgjuarësi? Brenda një kohe shumë të shkurtër, dhe Libani do të shndërrohet në një pemishte, dhe pemishtja do të konsiderohet si një pyll. Të shurdhërit do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe të çliruar nga errësira dhe terri, sytë të verbërve kanë për të parë. Të përulurit do të mund të gëzojnë ndet e Zoti dhe të varfrit e njerëzimit do të ngazëllohen tek i shenjtë i Izraelit. Sepse tirani do të jetë zhdukur, tallësi do të jetë shkatëruar dhe do të jenë shfarosur tërë ata që kurdisin pa udhësi, që dënojnë një njeri për një fjalë, që i kurdisin kurthe atij që gjykon te porta, që prishin të drejtën e të drejtit për asgjë. Prandaj kështu i thot shtëpisë e Jakobit Zoti që shpengoi Abrahamin: "Tani e tutje, Jakobi nuk do të turpërohet më dhe fytyra e tij nuk do të zverdhet më. Por kur do të shoh bijtë e tij, veprën e duarve të mia në mes të tij, ata do të shenjtërojnë emrin tim, do të shenjtërojnë të shenjtin e Jakobit dhe do të kenë frikë nga Perëndia e Izraelit. Ata që kanë frymë të përdal do të arrijnë të kenë gjykim dhe murmuruesit do ta mësojnë doktrinën e shëndosh." 3 Gjonit. Unë, plaku, gaj të dashur, të cilin unë e dua në të vërtetë. I dashur, uroj të kesh mbarësi në çdo gjë dhe të jesh shëndosh, ashtu si ka mbarësi shpirti yt. Sepse u gëzova shumë kur erdhën vëllezër dhe dëshmuan për besnikrinë tënde ndaj së vërtetës, se si ecën ti në të vërtetën. Nuk kam gëzim më të madh nga ky, të dëgjoj se bijtë e mi ecin në të vërtetën. I dashur, ti vepron me besnikri në ato që po bën për vëllezërit dhe për të huajt. Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës, dhe ti bën mirë të kujdesesh denjësisht ndaj Perëndisë për udhëtimin e tyre, sepse ata dolën për emrin e tij, pa marrë asgjë nga paganët. Ne kemi për detyrë pra t'i presim të tillë që të bëhemi bashkëpunëtorë të zvërtetës. I shkrova kishës, por Diotrefi, që do që të jeti i pari ndër ta, nuk na pranon. Prandaj po të vi do t'i kujtoj veprat e tij që bën duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pranon vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i pranojnë e i përjashton nga kisha. I dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është prej Perëndisë, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin. Për Demetrin jepet dëshmi e mirë nga të gjithë, edhe nga vetë e vërteta. Edhe ne dëshmojmë për të, dhe ju e dini se dëshmia jonë është e vërtetë. Kisha shumë për të shkruar, por nuk dua të shkruaj me bojë e penë. Por shpresoj të shodh së shpejti dhe do të flasim gojë me gojë. Paqja qoftë me ty. Të përshëndesin miqt. Përshëndetje miqt, emër me emër.